Një mbrëmje me ngjyra dhe ritma aziatike solli Korea e Jugut në Shkodër. Në skenën e teatrit Migjeni, artistë korean prezantuan para publikut element të trashëgimisë së tyre kulturore të ndërthurura me performanca moderne, vallëzime tradicionale, goditje ritmike të daulleve, demonstrimet e taekwondo dhe këngët e korit të fëmijëve u pritën me duar trokitje nga të pranishmit, duke krijuar një atmosferë entuziaste. Aktiviteti u kthye në një përvojë kulturore për qytetarët shkodran, të cilët patën mundësinë të njihen nga afër me artin dhe traditat koreane. Është një grup nga një shkolla 9 vjeçare në Kore, është 33 vete kanë ardhur. Është hera e parë në Shqipëri, por në vende të tjera kanë shkuar disa herë edhe do të prezantojë një shfaqje kulturore koreane. Kështu qoftë edhe këllëzimet, edhe ballet të tradicionale koreane, edhe taullet, edhe që thashtu, edhe taekwondoja. Kështu ne kemi formuar në Tiranë, edhe në Shkodër, edhe që thashtu në Kukës edhe Prizren do të bëjnë nesër. Shfaqja kishte për qëllim afrimin e kulturave dhe forcimin e bashkëpunimit artistik, duke sjellë një mesazh bashkimi përmes artit.